Dita ndërkombëtare e gruas kujtohet më 8 mars në disa vende të botës. Edhe pse realisht është dita e lëvizjes së grave për të drejtat e tyre, disa e shohin si ditën e nënave, disa si festë e disa të tjerë si protestë. Ndërkohë që në vendin tonë kjo ditë kryesisht konsiderohet si festa e gruas. Ish banorja e Big Brother VIP3, Sara Gjordeni ka treguar dhuratën më të bukur që bebushja e saj Nea i ka bërë sot më 8 mars, në ditën e gruas. Ajo ka treguar se bebushja e saj Nea e ka thirrur për herë të parë mami. Sot, në 8 mars, Nea më bëri dhuratën më të bukur si nën. 3 muajshe e 3 dite, pasi s'po më shite, thiri 3 herë mama. Munda t'i bëja këtë video të shkurtër si kujtim. Jam në lot mamush i vogël, shkruan Sara.